kam një informacion shumë të bukur për ju dhe për këtë mëngjes. Teknologjia sa e mirë mund të jetë, aq edhe mund të na marrë në qafe dhe të shkatroj familjet. Më e fundit na vjen nga Greqia e afërt ku një grua greke dëshonte se burri i saj e tradhtonte. Dhe çfarë bën? Pi një kafe turke, e kthen filxhanin, merr ChatGPT-n, i bën një foto filxhanit dhe i thotë lutem ma lexo pak llumin e kafes. Në llumin e kafes ChatGPT i tregon se shiko, burri jot fantazon për një grua tjetër, që emri i nis me shkronjën E. Aq deshi gruaja dhe i tha burrit, e di çfarë? Ta nxori edhe ChatGPT-ja, ke 2 ditë kohë, të lutem largo nga shtëpia, unë nuk të dua më, njoftoi dhe fëmijët dhe mori një avokat për ta çuar më tej çështjen. Babi ishte e vërtetë. Keni ngjar nga rrace. Shkojnë te Eleni tani. Ti Eleni. Ishte e vërtetë pastaj? E tradhtonte emrin të kë? Ideja është ka ndodhur në televizor. Kjo është një histori e vërtetë që ka ndodhur në Greqi mes një çifti. Burri nuk e ka pranuar këtë gjën, ka dalë një emision mëngjesi në Greqi, Top Projno, nuk e di si quhet. Ka rrëfyer historinë e tij dhe patjetër ka marrë një avokat për ta kundërshtuar divorcin sepse thotë, "Moj grua, çfarë bën më?" Dhe është në gjyq me 2 palë, me ChatGPT dhe me gruan. Po me ChatGPT thotë atë që shikon është në të drejtën e vet. Atë që ndjen. Jam i sigurt që edhe avokatët e ChatGPT si kanë marrë. Historia është bërë shumë virale, është komentuar, njerëzit e gjejnë shumë qesharake se janë vendime shumë të rëndësishme për jetën dhe ti nuk mund t'ia besosh një chatboti. Po imagjino që ai ta tradhthoi me vërtet. Njerëzit po kërkojnë kush është ajo me E. Po prandaj po them. Po shohim listën e followers dhe following. Nëse unë të thash, unë mendoj që ajo diçka ka nuhatur vetë. Tani intuita të çon diku se budallaçkë, nuk është ajo. Ta tha ChatGPT apo ta tha komshia, se tani kur burri vjen në shtëpi edhe vjen era parfum gruaje. Po. S'ka nevojë të ta thonë. Nuk është ta njëri. kapësh ta bësh Fërtele. Fillon të depilohet. Shenjë sigurt, e kupton? Këto gjëra. Po, mbjell flokët. Po, janë sa shenja, na vjen keq, na vjen keq. Nëse burri juaj ka filluar të depilohet. Nëse ka mos i psh mesazhet. Ja, Blendi na i thoj pak shenjat e tradhëtisë. Ka shumë shenja të tradhëtisë dhe këto janë gjëra që dihen, nuk ka nevojë që ti provosh vetë, po them kjo është gjë. Nëse merr për shembull telefonin me vete kudo që shkon, edhe në tualet, edhe në tualet, në tavolinë e bank kështu. Edhe ndron kodin. Çfarë? Goza mund bëni këtë testin, këtë mund ta bëj të çunat me goza fundi kështu. Si papritës, thua, shpirti, a mund ta përdorni çik telefonin se më duhet të shikoj për një gjë. Bëj një foto. Po, edhe shikoj, a fillon të dridhet apo nuk po dridhet, domethënë kur ta jep telefonin e tij. Po zverdh është për buzabar. Ka gjë nuk shkon. Nëse fillon të dridhet fort, mund të ketë një, kush e di. Ose nëse e merr mekaniku çdo 2 orë, ose i vin mesazhe mekaniku. Po, se kështu i ndronë. Po, kështu i bën emrat. Mo Eleni ç'na bëre, shkatrove një familje. Me që jemi të çiftet, ka edhe gjëra të bukura. Dona dhe Aleksi janë martuar, kanë 3 çuna. Me jetë o zot. Janë një çift i cili kur ishin të vegjël jetonin në vende të ndryshme. Ndodh kjo që takon një dikë nga një vend tjetër, edhe s'është gjithsesi. Aleksi nga Kanadaja, ndërsa Dona nga New Yorku. Dhe siç po thosha, një marrëdhënie që lindi 15 vjet më parë, u njohën, u dashuruan, u martuan dhe kur vendosën të martohen, po shikonin fotografitë e vjetra, se do bëjnë zakonisht ca kolazhe që në një moment të dasmë mos të bëjnë një kështu. Dhe Dona është duke parë fotot e tyre dhe është kjo foto që është shkrepur në vitin 1980, ku Dona është fëmia në të djathtë. Goca me flokët e gjata pra. Me flokët e gjata që i ka dorën në kokë aty. Dhe po të shikoni në sfond është një burr që po shtyn një djalë me karrocë. Jo, është burri Donës. Është Aleksi ai. Po. Jo. Dhe po duke parë këtë foto. Janë takuar dhe ne të tjera dhe me pak fjalë për ata që se shohin që në sfond ishte djali që martohej me vajzë, domethënë ka shkrepur ka kapur burrin në foto. Po, 30 vjet para se të martohen. E kupton? Është sa bukur burri ka rroca aty, po çon më çon se gjithë pastaj albumin e tyre, se këta kishin shkuar domethënë të dy familjet kishin shkuar. Kishte foton tjetër. Njëra nga New Yorku, njëra nga Kanadaja dhe janë në Florida. Nuk është se këta shkojnë shpesh atje dhe jetojnë aty afër. Dhe ishte Dona te fotoja aty. Dhe jo. Ata kontrolluan dhe shikonin që babi ka veshur të njëjtat rroba dhe u siguruan që në fakt ata janë, po. Ka qenë të destinuar. Njëri duhet të hapi foto. Kush e di këtë do gjejmë aty. Tani çifti. Do të burri s'ka lindur akoma. Çifti jeton në Florida. Edhe i çon ta çunat shpesh në Disneyland dhe kur i çon në Disneyland. Burri në Disneyland tani. U bën fëmijëve të tyre foto. U bëjnë foto vazhdimisht fëmijëve dhe çunat tallen dhe thonë që na bëni sa më shumë foto se duam të shikojmë nusët. Para dhe pas operacionit. Po ta mendosh, me që e kishim edhe pyetjen për teknologjinë sot.
në të ardhmen mund të ketë për shembull software ku ti mund të fusësh fotot të tuat nga e kaluara, fjalë vjen foto që ke bërë në gjimnaz apo në klas me gjëra. Identifikon njerëzit dhe ajo të mund të skanojë ato sfonde dhe këtë dhe atë dhe të gjejë për shembull që ishte ose njeriu hyt burri që mund të ketë ai, mund të ketë qenë edhe ty thotë që shikoj ju keni qenë në të njëjtën kinema në datë kaq e ardhshme. Po, pa ishte me ishin. A do atë foto apo? Po, grici më. Isha harroj këtë teknologji, nuk është. Të gjithë kemi ishte ndodhet në fier. Harroj, nuk është ide mirë, okay, këtë. Mundohem që ta harroj kon që na bashkë.